Përshëndetje të nderuar shikues, ju uroj mirëseardhje në hapësirën informative në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Rreth 5.000 abonent në rajonin Jugor rezultojnë debitor ndaj operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Sipas drejtorit të njësisë së furnizimit të shërbimit universal në Gjirokastër, pjesën më të madhe të detyrimeve zën konsumatorët familjar, ndërsa në ndarjen sipas qyteteve kryeson Saranda. Në bashkinë e Tepelenës ka nisur ndërhyrjet rehabilituese në njësinë qendër dhe në disa zona rurale ku rreshjet e janarit dhe shkurtit shkaktuan problematika në infrastrukturë. Punimet janë përqendruar në aksin Turan dhe në segmentin që lidhet me rrugën nacionale Dukaj-Vlorë, si edhe në fshatin Luzat ku po merren masa për rrezikun nga shkëmbinjt. Kemi hyrë në muajin mars që sjell edhe sinjalet e para të ardhjes së pranverës, një traditë e lashtë që praktikohet në Shqipëri, por edhe Ballkan është vendosja në dorë verores. Me krijimin e tyre në Gjirokastër merret artizania Mimoza Duka, e cila për mikrofonin e RTS-s na jep edhe më tepër detaje rreth përgatitjes së tyre dhe simbolikës që ato mbartin. Është autori mbi 20 veprave, pjesa më e madhe e tyre kushtuar qytetit të Gurtë. Muzikologu dhe studiuesi i trashëgimisë kulturore Naxhika Soruho, 6 prej tyre i ka përmbledhur tashmë në volumin e parë të titulluar Gjirokastra Enciklopedi Kulturore, libër ky që u promovua këtë fundjavë në banesën Kadare. Ju njohim tani më gjerësisht. Rreth 5.000 abonent në rajonin Jugor rezultojnë debitor ndaj operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Sipas drejtorit të njësisë së furnizimit të shërbimit universal në Gjirokastër, pjesën më të madhe të detyrimeve e zën konsumatorët familjar, ndërsa në ndarjen sipas qyteteve kryeson Saranda. Rreth 5.000 abonentë rezultojnë aktualisht debitor ndaj operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike në rajonin Jugor të vendit. Sipas të dhënave zyrtare, pjesën më të madhe të detyrimeve e zën konsumatorët familjar, ndërsa një pjesë më e vogël i përket bizneseve. Në ndarjen sipas qyteteve, Saranda kryeson me numrin më të lartë të debitorëve, e ndjekur nga Tepelena dhe bashkitë të tjera të rajonit Jugor. Numri më i lartë i debitorëve paraqitet në qytetin e Sarandës, e cila është zona më e madhe, në qytetin e Tepelenës dhe pastaj vijon në Gjirokastra dhe Delvina. Pjesën më të madhe e zën familjari. Deri më tani janë evidentuar 5.000 abonent debitor, por duke OSHEA bën një ndarje se kush do dalë në ndërprerje dhe kush jo, në bazë të debitës që mbarti. Përfaqësuesit e OSHE-s apelojnë për shlyerjen sa më shpejt të detyrimeve, duke paralajmëruar se në të kundërt do të merren masa për ndërprerjen e energjisë elektrike në përputhje me rregullat dhe kontratat në fuqi. Ka mjaftuar shumë debitor, të cilët nuk përfituan nga skemat e akmarrëveshjeve në vitin e kaluar dhe presin tani skemat e reja që do të hyjnë së shpejti. Me këta veprojnë me ndërprerjen e tyre. Sigurisht që ka tolerime ndërta, por jemi pak të kufizuar në këtë drejtim. Ligji përcakton qartë ndërprerjen e një abonenti debitor, në qoftë se ligji i lindet drejta edhe pasi kalon 15 ditë nga dalja e faturës, por OSHEA përdor një praktik mbi 2 muaj, pasi 2 muaj fillon ndërprerjen e energjisë elektrike sipas procedurës. Për abonentët që hasin vështirësi familjare mund të aplikojnë për marrëveshje pagesash me këste për të shmangur penalitetet dhe ndërprerjen e shërbimit. Në bashkinë e Tepelenës kanë nisur ndërhyrjet rehabilituese në njësinë qendër dhe në disa zona rurale ku rreshjet e janarit dhe të shkurtit shkaktuan problematika në infrastrukturë. Punimet janë përqendruar në aksin Turan dhe në segmentin që lidhet me rrugën nacionale Dukaj-Vlorë, si edhe në fshatin Luzat ku po merren masa për rrezikun nga shkëmbinjt. Në bashkinë Tepelen vijojnë ndërhyrjet për rehabilitimin e problematikave të shkaktuara nga rreshjet e muajve janar dhe shkurt. Aktualisht përpunohet për rehabilitimin e tumbinove dhe pastrimin e përrejnve, ndërsa ndërhyrje po krihen edhe në infrastrukturën rrugore të zonave rurale, si në aksin kryesor Turan, pasi në disa segmente rrezikohej stabiliteti i rrugës nacionale Dukaj-Vlorë. Veprohet kryesisht me tumbinot, kryesisht në përrejnët, që janë shkatëruar, kryesisht do të thoshja te përroj Tërbuqit, që lidh Ormovën nga rruga Vjetër Subashtit, sepse u vjen ndihmë dhe fermerëve për transport të gjumshit, po ndërhyjet edhe kryesisht në Kordaj, në lagjen Bekaj do ndërhyjet, po kështu sot për sot po punohet në aksin kryesor në Turan, sot atje punohet,
po bëhet një mur mbajtës i cili rrezikonte rruga kryesore nacionale Dukaj në Lorë. Për sa i përket rrezikut nga disa shkëmbinj masiv në fshatin Luzat, instancat përkatëse bëjnë me dije se po merren masa konkrete për shmangjen e problematikave që mund të shkaktohen në vijim, duke synuar minimizimin e rrezikut për banorët dhe mjetet që qarkullojnë në zonë. Kemi patur edhe rast emergjent, kryesisht në Luzat, si rezultati disa shkëmbejme masiv, për këtë janë bërë tëra procedura, që nga bashkia, prefektura, kanë ardhur janë vlerësuar, ka ardhur vlerësimi nga ushtria për vlerësimin e gjendjes dhe studimi që do të bëhet për të ardhur për eliminimin e këtyre pasojave. Bashkia Tepelen bën me dije se situata po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme për të bërë të mundur rehabilitimin në kohë të çdo problematike apo emergjence të mundshme. Strukturat e bujqësisë në bashkinë e Dropullit u japin prioritet blegtorëve vendas për shfrytëzimin e kullotave verore dhe dimërore. 57 blegtorë nënshkruajnë rregullisht kontratë me drejtuesit vendor. Strukturat e bujqësisë në bashkinë e Dropullit çdo vit kontraktojnë me blegtorët për donimin e kullotave verore, dimërore po edhe ato pijore. Gjatë viteve të fundit, por edhe si vjet, në kontraktimin e kullotave kanë prioritet blegtorët vendas. Dhe jo vetëm kaq. Tregojnë kujdes që blegtori përfitues të jetë banor i njësisë administrative përkatëse, por mundësisht edhe i fshatit, që strihet gjeografikisht një kullot konkrete. Vendin e parë me fjalë e kanë blegtorët vendas. Domethënë ata që janë nga vendi ku është kullota. Ta zëm për shembull në Sofratik për shembull. Qofse kemi blegtor nga fshati Sofratik, preferojnë ata në radhë parë. Pastaj janë nga fshatrat përreth këtyre, në qofse s'ka kërkesa nga vendallinë. Pastaj preferojnë nga zonat që janë më të afërta. Pastaj nga bashkitë fqinje. Pastaj nga bashkitë që vinë nga rrethet e tjera. Megjithatë, në tre njësitë administrative të bashkisë Dropullit sipërfaqja e kullotave është relativisht e kënaqshme, një fat ky që krijon jo vetëm mundësi për të lidhur kontrata edhe me blegtorë të ardhur nga bashkia fqinje, por edhe premisa bashkëpunimi me ata vendas. 8.910 hektar janë kullotat verore dhe 5.000 hektar janë 5.700 hektar kullotat dimërore. Flasim për kullotat, pastaj ne kontraktojmë edhe kullotat ashtu parcelat pijore. Rreth 5.000-6.000 hektar. Çmimet e tarifave për përdorimin e kullotave nga ana e blegtorëve janë përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave në fund të muajit korrik të vitit 2025. Kemi hyrë në muajin mars që sjell edhe sinjalet e para të ardhjes pranverës. Një traditë e lashtë që praktikohet në Shqipëri, por edhe në Ballkan, është vendosja në dorë e verores. Me krijimin e tyre në Gjirokastër merret artizania Mimoza Duka, e cila për mikrofonin e RTS Gjirokastra na jep më tepër detaje rreth përgatitjes së tyre dhe simbolikës që ato mbartin. Nga vetë emri që mban lidhet me ditën e verës, që është 14 marsi, por rituali vendosjes verores bëhet tradicionalisht në vendin tonë në ditën e parë të tij. Lidhësja e përbërë nga fijet e bardha dhe të kuqe simbolizon ardhjen e pranverës dhe siç shprehet edhe artizania gjirokastrite Mimoza Duka janë pikërisht këto ngjyra që kanë domethënien e shëndetit dhe paqes. Më në fund Gjirokastra po zgjohet nga gjumi letargjik. Si të gjitha rrethet e tjera dhe Gjirokastra po përgatitet për ditën e verës. Dita e verës simbolizon ardhjen e pranverës. Çdo gjë në këtë kohë fillon dhe lullëzon. Do të thënë ikën dimri nga të gjitha ato vështirësitë e teja dhe po vjen një stinë e bukur që është stina e pranverës. Dita e verës fillon me verore. Shohim që veroria punohet vetëm me dy ngjyra, e kuqe dhe e bardhë. Nuk pranon tjetër ngjyrë, ku qëndron ajo? Nëna tona na e kanë mësuar që në kohët e para që veroret ishin me ne zona tonë i themi manak ose verore. Bëhen me dy ngjyra, e kuqe dhe e bardhë. E kuqja gjithmonë tregon shëndetin, kurse e bardha prosperitetin. Prandaj janë dy ngjyra kaq të afrueshme dhe të dyja sjellin shëndet dhe mirësi. Shohim që veroria tashmë ka kaluar nga ajo tradicionalja, pra vetëm e bërë me petë, kuq dhe të bardhë. Shohim që vendosen dhe aksesorë të tjerë. Çfarë i shtohen kryesisht verores në këto kohë?
Duke qenë se pranvera Shtina më e bukur, janë të gjitha, do me thënë, aksesorët e natyrës që përfaqësojnë, duke filluar nga lulet, duke filluar nga fluturat, nga bletët që janë bletë punëtore, duke filluar nga tërfili 4 fleç, duke filluar nga yjet e bukur, nga nuse pashka, pra të gjitha këto janë aksesorë dhe facios dhe shumë të mirë që vendosen në veroren e bukur të 14 marsit. Tani veroria vendoset në 1 mars apo në 14 mars? Tani, zona tonë faktikisht e vendoset në 1 mars. Dhe zona tani është bërë si traditë që kjo është fiksuar fest pagane në 14 mars. Edhe po vendoset në 14 mars, i ketë në 14 prill. Po vendoset në 1 mars, i ketë në 1 prill. Duhet që të mbahet 1 muaj resht. Dhe pastaj këtë e vendosin, e heqin nga dora dhe vendosin mbi një rrënjë trëndafili. Dhe atëherë në kohët e para na mësonin, me të nëna tona një që thuaj gjithmonë në lunxheri, dallën dy kur e hiqim, do me thënë veroren dhe e hidhin mbi trëndafil. Dhe thoshim dallën dy she faqe kuqe, merr këtë manak të kuqe, merr çoje në dete dhe sill na shëndete. Do me thënë diçka e veçantë, marr dallën dy she. Do me thënë si thuheshin rastet në festat pagane që bëjnë ato kohra. Vendoset veroria, ndoshta shpreh ndonjë dëshirë apo ka ndonjë gjë të tillë? Ajo do me thënë është vetëm shëndet dhe mbarësi që vendoset veroria. Pastaj rritjet e tjera që janë ditën e verës, është dhe kryesorja është dega e thanës që ne vendosim mbi derë, dhe themi dhe fëmijët, do me thënë blidheshin në ato kohrat e para dhe tani jo dhe shumë, dhe thoshin e kuqe si thana, e fort si bërthama, e bardh si bora, e ëmbël si molla, kur vendosin degën e thanës mbi derë. Pse vendoset dega e thanës? Se është thana që le para nga të gjitha llojet e pemëve. Dhe lëshon atë kokrën e kuqe dhe sjell shëndet. Porosit Mozës i vinë nga zona të ndryshme të vendit dhe që prej janarit deri në mars ajo realizon deri në 500 verore. Unë po bëj shumë verore, se do më bata kaq e vite tani, bata 5-6 vite po thuaj se më shumë që po përgatit verore duke filluar punën që në janar dhe vazhdoj deri në 14 mars. Me të gjatë muajve të dimrit nuk jam vetëm në lëvizje me punë të ndryshme se na pret përpara një sezon turistik i mbar. Dhe mere, bëj do me thënë mbi 400-500 verore në do me thënë që i punoj, po të gjitha këto punojnë dhe me grep dhe me dorë, ka 3 lloj mënyra që i bën veroret, vetëm me 2 ngjyra, e kuqe e bardhë. Ti si punon? Unë i punoj dhe me grep, dhe me kështu që e bëj do me thënë kështu këtë, edhe pastaja dhe i bëj si formë gërsheti. Është shumë gjë e mira, po gjithmonë puna e dorës zë shumë vend. Porosit nga ju vinë? Porosit vinë shumë, do me thënë se nga që unë tani tash më bëra e njohur me këto, të gjithë më thonë emra dhe fëmijëve dhe unë nga bëj me inicialet e gjitha dhe aksesorët që u vë. Do me thënë që emri i fëmijës që ajo ka në dorë, i sjell shëndet, i sjell barësi. Dhe gjitha do me thënë i kam porosi, po thuaj se të... Tani porosit bëhen të personalizuara, do me thënë. Të personalizuara të gjitha. Pastaj janë në kulmi është në 14 mars që ne organizon bashkia, organizon panajirin, atëherë do me thënë është kulmi që shesin më shumë verore. Moza ndan me ne edhe rritet të tjera të ditës së verës që kujton nga fëmiria, ndërsa dëshira e saj është që ato të trashëgohen. Unë mbaj mend isha vajzë e vogël dhe në datën 1 mars, në 1 mars i vëzon e lunxheris, ngrihesha në mëngjes te nëna se nëna do me thënë për ulem 100 herë se ami ka mësuar të gjitha këto që arrita deri këtu dhe them do me thënë me gjithë shpirt se më ka mësuar shumë gjëra. Edhe ngrisha që në mëngjes dhe më vendoste manakun që i themi ne të kuqe të bardhë. Kush çoi pari në mëngjes datën 1 mars, atëherë ai ishte gjithmonë do ishte më aktiv kurse ata që nxoheshin më vonë, thoshin fëmijët do flini gjumë të natësh me të qeshur. E ti zgjesh e pa? Jo. Pastaj shikoja do me thënë nënën që u hite bagëtive, u hite një lloj qumështore i thot zona ton, që të shkelin bagëtit mbi qumështore që të lëshonin sa më shumë qumësht. Me thënë të bini sa më shumë qumësht, ishte rrit edhe ki rrit pagan. Me thënë kishte shumë, pastaj kishim degën e thanës dhe plus gatimet që bëheshin ditën e verës. Cilat janë ato? Ditën e verës ne bënim kulaçi në mëngjes ose karkanaqet, se në zona tonë nuk e ka ballokumen në zona tonë, kurse ne kemi karkanaqen. Që kënaqen fëmijët i bëjmë në forma të ndryshme, në formë lule, në formë ylli, në formë qartë, do me thënë qartë janë në formë gjethe, të gjitha këto na jepte nëna brum, isha që e vogël dhe po i bëja këto dhe kënaqeshim shumë. Pastaj bënim byrekun me 12 lloj lakrash, që ishin përfaqësonin 12 muajt e vitit, dhe ajo ishte shumë rreth dhe plus ëmbëlsirët që ne bënin zona tonë dhipër. Ose revani, panispan si i thoshim ne, këto do me thënë që tradicionale që bëheshin gjithmonë ditën e verës. Plus
pastaj këto degën e thanës që e thash më sipër, që e vendosnim dhe këto beshin atëherë në ato kora. Po e mbaj akoma dhe me thënë këtë, dua që ta transmetojmë në brezat që vinë se janë rritë shumë të bukura. Janë të mos të harohen këto tradita kaq të mira. Dhe kalojnë brez pas brezi. Veroria është pjesë e trashëgimisë kulturore o materiale të njerëzimit në UNESCO që nga viti 2017. Ajo bë pjesë e UNESCO si një kulturë e përbashkët e vendeve të rajonit si Rumania, Bullgaria, Maqedonia e Veriut, Moldavia, duke njohur kështu rëndësinë e saj në traditat e popujve të Ballkanit. Rrënjët e saj lidhen me festimet e vitit të ri të lashtë që niste më 1 mars dhe praktikohet gjërësisht si një amulet mbrojtës nga forcat e këqija të dimrit. Është autori mbi 20 veprave, pjesa më e madhe e tyre kushtuar qytetit të Gurt. Muzikologu dhe studiuesi i trashëgimisë kulturore Naxhi Kasoruho, 6 prej tyre i ka përmbledhur tashmë në volumin e parë të titulluar Gjirokastra Enciklopedi Kulturore. Libër ky që u promovua këtë fundjavë në banesën Kadare. Gjirokastra Enciklopedi Kulturore, në këtë titull muzikologu dhe studiuesi i trashëgimisë kulturore Naxhi Kasoruho sjell këtë herë të përmbledhur 6 libra të tij kushtuar qytetit të lindjes. Është një moment shumë emocionues për mua që vi në Gjirokastër. Kam bërë një përmbledhje të disa librave, të 6 librave në volumin e parë të kolanës që po përgatis me 5 volume. Gjirokastra Enciklopedi Kulturore. Janë 6 librat e parë që janë në këtë përmbledhje. Është një libër Gjirokastra e Festivalit, një libër kushtuar Selam Mamanit, një libër Gjirokastra e Këngës, një tjetër në thesarët e kulturës lundjote, është Impresione në ditë e pandemisë dhe libër kryesor që është kushtuar Kadares, kur prisnim librat e Kadares, se kur ishim studente të rinj kështu, atje te libraria e Alizotit, rinim në radhë për të marrë librat e Kadares, kështu që jemi mbrujtur, jemi edukuar, jemi emocionuar me librat e tij. Ky volum që do të shoqërohet dhe nga 4 të tjerë u prezantua mes dashamirësve të letërsisë dhe artit në aktivitetin e mbajtur në shtëpinë e shkrimtarit Ismail Kadare. Pjesëmarrësit vlerësuan autorin për këtë iniciativë, ndërsa u shprehën se duhet punuar për evidentimin e kulturës gjirokastrite në vite. Jemi të gëzuar që sot profesor Naxhiu prezanton vëllimin e parë të një pjese të krijimtarisë së tij shumë vjeçare që kushtohet Gjirokastrës, etnokulturës të Gjirokastrës. Naxhiu nuk është vetëm një muzikolog, një studiues, një mjeshtër i asaj që i themi letërsia shkencore popularizuar, po njëkohësisht është dhe kompozitor, është dhe dirigent, edhe është një nga klarinetistët më të mirë, jo vetëm në qytetin tonë, po në mbarë Shqipërinë. Jam i bindur që Naxhiu do vazhdoj me shumë mjeshtëri të na shkruaj dhe gjëra të tjera, libra të tjera për Gjirokastër, po më këtë rast unë kam mendimin që kjo punë që ka nisur Naxhiu në sferën e muzikës mund të realizohet nëpërmjet iniciativave private ose dhe iniciativave nga bashkia, që të krijohet dhe historiku i teatrit të Gjirokastrës, i estradës, pse jo dhe i teatrit të kuklave. Njëkohësisht kemi në lemrin e letërsisë që mund të përmenden figura të shkruara të letërsisë, të cilat erdhi koha që të shkruhet dhe për këta. Do ishte një gjë e mirë që të shkruhet e gjitha në letër të mbetet kultura e Gjirokastrës në përgjithësi, letërsia, arte në përgjithësi, është një detyrë e kohës që nuk duhet ta hezitojmë. Erdhi koha që edhe këtë duhet ta bëjmë. Për veprimtarinë e tij gjysmë shekullore dhe kontributin në zhvillimin e kulturës kombëtare, Naxhi Kasoruho është vlerësuar me urdhrin Naim Frashëri të klasit të 3 dhe të 2, me Naim Frashëri të Art nga presidenti i Republikës, si dhe me vlerësime të shumta nga Bashkia e Gjirokastrës dhe shoqata kulturore. Për herë të parë këtë vit mësimor kanë filluar të funksionojnë edhe ekipet e vajzave në futboll për shkollat 9-vjeçare. Takimi final i kampionatit të futsallit vuri përballë vajzat e shkollave Petropoga e Urani Rumbo, ku kjo e fundit u shpall edhe kampione.
Shoqata rajonale e futbollit Gjirokastër organizoi këtë fundjavë finalen e futbollit për vajza mes shkollave 9-vjeçare Urani Rumbo dhe Petropoga. Dy ekipet finaliste siguruan kualifikimin pas paraqitjeve shumë të mira në gjysmë finale, ku eliminuan shkollat Naim Frashëri dhe Avni Rustemi, duke dhuruar emocione dhe rivalitet sportiv. Unë vi nga shkolla Avni Rustemi Libohov, kam 2 vite që merrem me futboll. Më pëlqen shumë loja e futbollit, është shumë e bukur, kalojmë shumë kohë të mirë me shoqet, shoqërinë. Mësuesit na mësojnë shumë mirë, me shumë përkujdesje. Jemi shumë të kënaqura. Mendon se do ta vazhdosh? Besoj se mund ta vazhdoj dhe disa vite. Kam një vit afërsisht, kam filluar sepse e para vë trupin tim në lëvizje, vrapi është ilaç, mendoj unë. Është ilaç i çdo shërimi, e thënë shëron çdo gjë. Po. Si po shkon sot ndeshja? Shumë mirë. Jam dhe se besoj që dhe mund ta fitoj. Ky është kampionati i parë që zhvillohet pas ngritjes së 7 ekipeve të vajzave në futboll. Është xhiro e tretë që po zhvillojmë për këtë mini kampionat. Po shkojmë shumë mirë jashtë çdo lloj parashikimi. Është faza e sensibilizimit. Është starti i parë dhe më vonë do zhvillojmë dhe kampionat normal gjatë gjithë vitit me vajza. Tani synojmë që të sjellim sa më shumë prurje nga vajzat, duke parë dhe zhvillimet si po ndodhin, duke u korrigjuar dhe vetë dhe duke përfituar dhe ne edhe vajzat për futboll. Më futbolli tani nuk është vetëm futbolli i çunave, do jetë edhe futbolli i vajzave. Si start që nisëm tani, e zhvilluam me 7 ekipe. Finalja u karakterizua nga ritëm i lartë loje dhe përkushtim maksimal nga të dyja skuadrat. Shkolla Urani Rumbo arriti të triumfojë me rezultatin 3-1 përballë Petropoga, duke u shpallur fituese e turneut. Në përfundim të aktivitetit u ndanë edhe vlerësime individuale. Kupa për lojtaren më të mirë të turneut ju akordua Debora Rondo për paraqitjen e saj të shkëlqyer dhe kontributin e saj vendimtar gjatë gjithë kompeticionit. Në fund të dyja ekipet finaliste u vlerësuan me medalje për paraqitjen dhe frymën e garës së ndershme. Shoqata rajonale e futbollit Gjirokastër konfirmon edhe një herë mbështetjen e saj të vazhdueshme për zhvillimin e futbollit në nivelet bazë, duke i kushtuar rëndësi të veçantë përfshirjes së vajzave në sport. Aktivitetet të tilla jo vetëm promovojnë talentet e reja, por edhe theksojnë rëndësinë e futbollit si një mjet edukimi, bashkëpunimi dhe formimi për brezin e ri. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi duke ju uruar shikim të këndshëm të programeve në vit.